Ka nisur konferenca e përbashkët e kryeministrit Edi Rama dhe presidentit francez Emmanuel Macron. Kryeministri Rama tha se është mirënjohës për faktin që Franca është mbështetëse e rrugtimit evropian të Shqipërisë. Folëm me presidentin për mundësinë e përfshirjes së Francës në ndërtimin e ekurrudhës Durrës-Prishtinë. Më vjen shumë mirë sepse kjo është diçka sa e vogël në përmas, aq kuptim plot në marrëdhënie, që kur presidenti erdhi këtu herën e kaluar ishim në shtëpinë e ish-diktatorit Hoxha, që ishte zbrazur e po niste puna për ta shndërruar në qendër kulturore. Sot do të jetë kënaqësi ta shoqëroj presidentin për ta parë tani më në veprim këtë projekt dhe praktikisht kurba e transformimit nga një ngrehinë e degraduar e mbetur nga e shkuara në një ngrehinë që jep energji të ardhmes është simbol i marrëdhënies. Sot e ndjejmë afër Francën edhe në procesin e integrimit. Rajoni ka fituar një mbështetës besnik dhe të qëndrueshëm në gjitha proceset transformuese. Rama, presidenti francez Emmanuel Macron deklaroi se Franca do të përfshihet në ndërtimin e ekurrudhës Durrës-Prishtinë. Macron vlerësoi se vendi i Shqipërisë në BE është i rëndësishëm, ndërsa theksoi se perspektiva e 2027-s është një realitet. Shqipëria tregon udhën në mënyrë të shkëlqyer, tha ai.